Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet në të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëluar. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës ilaçi kundër dëshpërimit. Njeriu është krijuar për të jetuar mes gëzimit dhe sprovës. Asnjë jetë nuk është e mbushur vetëm me lumturi dhe asnjë njeri nuk është i përjashtuar nga vështirësitë. Ka momente kur zemra ndihet e lehtësuar dhe e mbushur me shpresë, por ka dhe çaste kur sprovat duken aq të rënda sa njeriu fillon të pyes veten nëse do të arrijë ndonjëherë ta shohë përsëri dritën. Humbja e një njeriu të dashur, sëmundja, varfëria, padrejtësia, dështimet, zhgënjimet dhe pasiguritë e jetës mund ta rëndojnë aq shumë shpirtin sa njeriu të ndjejë se nuk ka më forcë për të vazhduar. Pikërisht, në këto çaste, Islami i drejtohet zemrës së besimtarit me një mesazh që ka fuqinë të ringjallë shpresën dhe të largojë errësirën e dëshpërimit. Dhe mesazhi është: mëshira e Allahut është më e madhe se çdo dhimbje, më e gjerë se çdo mëkat dhe më afër se çdo vështirësi. Një nga sëmundjet më të rrezikshme të zemrës nuk është vetëm frika apo pikëllimi, por njëkohësisht është dhe humbja e shpresës. Kur njeriu humbet shpresën, ai fillon të mendojë se lutjet e tij nuk dëgjohen, se gabimet e tij nuk falen dhe se sprovat e tij nuk do të marrin fund kurrë. Kjo gjendje e largon gradualisht nga Allahu, sepse ai fillon ta shohë të ardhmen vetëm përmes syve të dobësisë njerëzore dhe jo përmes besimit në fuqinë e krijuesit. Kurani e refuzon kategorisht këtë mënyrë të menduarit dhe Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj: o robërit e mi që e keni ngarkuar veten me gjunahe, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Vërtet, Allahu i fal të gjitha gjunahet. Ai është falës i madh dhe mëshirëploti. Ajeti 53 i surës Zumar. Ky ajet është një nga dhuratat më të mëdha që Allahu i ka bërë zemrës së njeriut. Ai nuk u drejtohet vetëm njerëzve të devotshëm, por dhe atyre që kanë gabuar, që ndihen të rënduar nga mëkatet ose që mendojnë se janë larguar shumë nga rruga e drejtë. Allahu nuk e mbyll derën e mëshirës së tij, por e hap atë edhe më shumë për robin që kthehet tek ai me sinqeritet. Në jetën e përditshme, shohim njerëz që për shkak të një dështimi humbasin besimin tek vetja. Ka të rinj që nuk arrin të realizojnë ëndrat e tyre dhe mendojnë se jeta nuk ka më kuptim. Ka familje që përballen me vështirësi ekonomike dhe mendojnë se nuk do të dalin kurrë nga ajo gjendje. Ka njerëz që vuajnë nga sëmundje të rënda dhe ndihen të braktisur. Megjithatë, besimtari e di se asnjë gjendje nuk është e përhershme. Ai beson se Allahu ndryshon rrethanat në momentin që ai e sheh të përshtatshme dhe se çdo sprov mbart një urtësi që ndonjëherë kuptohet vetëm pas shumë vitesh. Për këtë arsye, Kurani na kujton vazhdimisht se pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Allahu thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Me të vërtetë, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Ajeti 5-6 i surës Inshirah. Është domethënëse që ky premtim përsëritet 2 herë në të njëjtin pasazh për të rrënjosur në zemrën e besimtarit bindjen se asnjë sprov nuk është e pafundme. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i mësoi njerëzit të kenë gjithmonë mendim të mirë për Allahun. Ai ka thënë: Allahu i madhëruar thot: unë jam ashtu siç mendon robi im për mua. Pra, në këtë hadith ne mësojmë se mënyra se si e shohim Allahun ndikon drejt për drejt në mënyrën se si përballemi ne me jetën tonë.
Nëse besimtari është i bindur se Allahu është mëshirues, i urtë dhe se nuk e lë robin e tij pa ndihmë, atëherë edhe në momentet më të vështira, ai nuk e humbet qetësinë e tij. Ai qan, lutet dhe kërkon ndihmë, por nuk e humbet besimin se Allahu do t'i hap atij një rrugdalje. Kjo nuk është thjesht optimizëm, por është një formë adhurimi dhe një shprehje e besimit të sinqert. Imam Aliu paqja qoftë mbi të, ka thënë se shpresa tek Allahu është pasuria më e madhe e besimtarit, sepse ajo nuk mund të vidhet, nuk mund të blihet dhe nuk humbet me kalimin e kohës. Njeriu mund të humbas pasurinë, pozitën, famën, shëndetin ndonjëherë apo dhe njerëzit më të dashur. Por por nëse zemra e tij mbetet e lidhur me Allahun, ai ende zotëron pasurinë më të çmuar. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të, na mëson se besimtari duhet të jetë gjithmonë mes frikës dhe shpresas. Të shpresojmë në mëshirën e Allahut dhe njëkohësisht të mos bëhemi pra të pakujdesshëm ndaj përgjegjësive që ne kemi në fenë e pastër islame. Nga këndvështrimi shoqëror, mungesa e shpresës është bërë një nga plagët më të mëdha të kohës së sotme. Përparimi teknologjik nuk e ka eliminuar vetmin, por përkundrazi, shumë njerëz jetojnë të rrethuar nga të tjerët, por dihen të vetmuar. Të rinjt krahasojnë jetën e tyre me ato që shohin fatkeqësisht në rrjetet sociale dhe mendojnë se lumturia është gjithmonë tek të tjerët dhe jo tek ato. Kur nuk arrin standardet që shoqëria u imponon nëpërmjet rrjeteve sociale, fillojnë të rinjt të ndihen të pavlerë. Në këtë pikë, feja nuk është thjesht një sistem rregullash, por një burim shprese që i kujton njeriut se vlera e tij nuk matet kurrësi me pasurinë, me famën apo suksesin e përkohshëm, por me lidhjen e tij me Allahun dhe me veprat e mira që kryen. Kur zemra mbështetet tek Allahu, ajo fiton një qetësi që nuk varet nga rrethanat. Dhe për këto Allahu i madhëruar na e siguron në një ajet të Kuranit famëlar dhe thot, vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Ajeti 28 i surës Ra'd. Historia e profetëve është dëshmia më e qartë se shpresa nuk humbet kurrë. Profeti Ejub paqja qoftë mbi të, humbi shëndetin, pasurinë dhe përjetoi sprova të rënda, por nuk u ankua kundër Allahut dhe nuk e humbi besimin në mëshirën e tij. Pas një durimi të gjatë, Allahu ja riktheu atij shëndetin dhe begatit siç e kishte, duke e bërë shembull për të gjithë njerëzit. Profeti Jakub a.s. u nda për vite të tëra nga djali i tij, profeti Jusuf a.s. Dhimbja ishte aq e madhe sa syt ju zbardhën nga lotët, por ai nuk tha kurse si sa Allahu e kishte braktisur. Përkundrazi, ai u thoshte bijve të tij se Bismillahirrahmanirrahim, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Vërtet, shpresa në mëshirën e Allahut nuk e humbin veçse njerëzit jo besimtar. Ajeti 87 i surës Jusuf. Ky ajet mbetet një nga mesazhet më të fuqishme për çdo zemër që kalon sprova. Edhe ngjarja e Kerbelas na mëson se shpresa nuk matet me fitoren materiale. Imam Huseini paqja qoftë mbi të u gjend përballë një ushtrie shumë të madhe, por ai nuk e humbi asnjë çast besimin tek Allahu. Ai e dinte se nderi, drejtësia dhe e vërteta nuk maten me numrin e njerëzve apo me forcën ushtarake, por me afërsinë me Allahun. Pikërisht kjo shpresë e bëri ato simbol të qëndrueshmërisë dhe të sakrificës për të gjithë brezat me radhë. Shpresa nuk është të presësh mrekulli pa vepruar. Besimtari duhet të lutet, duhet të punojë dhe të përpiqet, dhe të kërkojë zgjidhje dhe njëkohësisht t'ia besojë rezultatin Zotit një dhe të vetëm. Ai nuk e lë namazin në kohë vështirësie, nuk e lë duan kur vënohet përgjigja dhe nuk e humbet durimin kur sprovat zjaten. Njeriu e din se Allahu dëgjon çdo lutje dhe se përgjigja mund të vinë në mënyrën dhe kohën që është më e mirë për ne. Nga njëherë, Allahu e plotson me njëherë atë që kërkojmë dhe ndonjëherë e shtyn për një kohë më të mirë.
E ndonjëherë na jep diçka edhe më të mirë se sa ajo që neve kemi kërkuar. Dhe kjo është arsyeja pse besimtari nuk largohet kurrë nga dera e Zotit të tij. Një zemër që beson gjithmonë, të nderuar dëgjues dhe shikues, dhe beson në një mënyrë sinqerisht tek Allahu, nuk do të jetë kurrë rob i dëshpërimit, sepse ajo e di se çdo natë pasohet nga agime, çdo lot ka një shpërblim dhe çdo sprov ka një fund. Prandaj, pavarësisht se sa të mëdha janë vështirësitë, besimtari vazhdon të ecë përpara me bindjen se mëshira e Allahut është gjithmonë më e madhe se dhimbja e tij, dhe se Allahu nuk e braktis kurrë robin që i drejtohet me zemër të sinqertë. Dhe ilaçi i dëshpërimit pikërisht është mbështetja tek Allahu dhe besimi në Zotin një dhe të vetëm, se ai është mëshiruesi, mëshirbërësi, dhe ai na jep mundësinë edhe një herë në një ditë të kësaj jete që ne të përmirësojmë më shumë veten tonë dhe të pendohemi dhe të kthehemi në rrugën e tij. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtje dhe ndihmën e Allahut xheleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.